Shkolla Perla ka kthyer tashmë në traditë organizimin e takimeve me shkrimtarë dhe poetë të Vlorës, duke sjellë pranë nxënësve figura të njohura të letërsisë dhe artit. Këtë të hënë të ftuara në ambientet e shkollës ishin poetet dhe shkrimtarët Vjolca Aliaj dhe Lulzime Malaj, të cilat zhvilluan një bashkëbizetim letrar dhe poetik me nxënësit. Aktiviteti u çel nga presidenti i shkollës Petrit Golemaj, i cili falenderoi dy krijueset për praninë e tyre dhe vlerësoi rëndësinë e këtyre takimeve në edukimin kulturor dhe artistik të brezit të ri. Ai theksoi se shkolla Perla synon të mbajë gjallë lidhjen e nxënësve me librin, poezinë dhe krijimtarinë shqiptare, duke i ofruar ata me autorë që kanë kontribuar ndër vite në letërsinë vlonjate dhe më gjerë. Hyja bashk, zonja dhe zonja tjetër që ka ardhur sot dhe do i dëgjoni vetë edhe këta nxënës që kanë marrë përsipër që të merren me këtë punë. Ju urojmë suksese këtyre dhe i faleminderit që kanë ardhur te shkolla jonë. Në fjalën e saj, poetja Vjolca Aliaj u ndal te fillesat e pasionit për poezinë, duke treguar se ka nisur të shkruajë që në fëmirinë e hershme. Ai u tha se frymëzimi i parë ka ardhur nga ngacmimet e botës së fëmirisë, emocionet e para dhe ndikimi i mësuesve të saj, të cilët e kanë nxitur drejt letërsisë. Aliaj falenderoi presidentin e shkollës Petrit Golemaj për organizimin e këtij aktiviteti, si dhe vlerësoi bibliotekën e shkollës Perla, duke e cilësuar si një hapësirë të rëndësishme për edukimin dhe kultivimin e leximit tek të rinjt. Që në fëmirinë time të hershme kam shkruar poezi, ka qenë ato ngacmimet e fëmirisë, sepse ne kemi pasur dhe mësues shumë të mirë në ato kohra, edhe ju duhet jeni besoj jeni me fat se mësuesit sot janë kërkues, lexojnë dhe metodat kanë ndryshuar, ju hapin juve më shumë horizont për njohuri. Neve me zotin Petrit, që e falenderoj pafund, kemi filluar bashkëpunimin që nga më herët, që nga momenti që i dhuruan bibliotekës suaj disa libra. Unë kam shkruar 3 libra, 2 me poezi dhe një është në prozën poetike. Unë nuk dua të zgjatem shumë, unë ju uroj suksese dhe kam shumë dëshirë të dëgjoj nga zëri juaj, nga juve ato poezi dhe të marrë dhe mendimin tuaj se sa ju kam pëlqyer, se çfarë ju ngacmon juve te poezia, se sa ju jeni të tërhequr nga poezia, se sa nga ju shkruajnë poezi, se sa muza ju ngacmon kur ju jeni para fenomeneve të bukura të natyrës, siç jemi me fat këtu në Vlorë që kemi përpara detin, kemi përpara perëndimin, jemi përpara luleve që lulëzojnë në pranverë apo vjeshtës kur bien gjethet, kur bien shirat, gjitha këto janë ngacmime ku muza nxjerr kokën dhe ngacmon secilin çdo njeri që është i prirur për poezinë apo është i dhënë pas poezisë, sepse edhe po nuk shkruajtët, prap ka shumë nga ju të cilët ndjen atë kënaqësinë dhe entuziazmin për të lexuar vargje. Ndërsa shkrimtarja dhe poetja Lulzime Malaj shpreu mirënjohjen për ftesën dhe mikpritjen e shkollës. Ajo vlerësoi Perlën si një institucion elitar që po investon jo vetëm në dijen akademike, por edhe në formimin kulturor të nxënësve. Sipas saj, takime të tilla krijojnë ura komunikimi mes brezave dhe i motivojnë të rinjt të afrohen më shumë me letërsinë dhe artin. Me mirënjohje zotin Petrit për këtë ftesë dhe mundësinë që na dha për një takim të bukur, të flasim për librin dhe letërsinë. Një falënderim të veçantë për stafin mësimdhënës, për përkushtimin e tyre të përditshëm dhe për ju nxënësit të kësaj shkolle. Është kënaqësi të ndodhem në këtë shkollë elitare, në këtë shkollë elitare që ka arritje të mëdha, domethënë në lidhje me kombëtare, ndërkombëtare, dhe ju nxënës që me dinjitet na përfaqësoni dhe na bëni krenar. Unë me profesion jam ekonomiste kontabël dhe prej shumë vitesh paralelisht jetoj në botën e artit. Jam shkrimtare, poete, fiktore dhe autore tekste këngësh. Takimi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe bashkëbiseduese, ku nxënësit patën mundësi të bëjnë pyetje, të dëgjojnë poezi dhe të njihen më nga afër me përvojat krijuese të dy autoreve. Aktiviteti u mirëprit nga të pranishmit dhe u konsiderua si një tjetër nismë e rëndësishme e shkollës Perla në mbështetje të kulturës dhe letërsisë.